Pra nderuar miq, kemi ndjekur kështu pamjet pa koment dhe u kthem në studio për të fokusuar tek rubrika e radhës që ka të bëjë me të ftuarin për ditën e sotme, konkretisht sot të ftuarën. Tema cilën do e diskutojmë është një temë mjaft aktuale. Do flasim për sa vendi ynë është shtet i së drejtës. Do flasim pikërisht për këtë çështje, do të bisedojmë dhe kemi privilegjin dhe kënaqësinë shumë të madhe që sot në ambientet e televizionit Koha, konkretisht emisionit të pasmëngjesit, të kemi të ftuar zonjën Besa Arifi, docente e shkencave juridiko-penale dhe njëkohësisht ligjëruese në Universitetin e Europës Juglindore. Mirëserdhët profesoresh. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e jona që të kemi këtu. Në fakt, do donim të flisnim, domethënë të flasim edhe për veprimtarinë tuaj në përgjithësi. Fillimisht do të donim një biografi të shkurtër, një letër njoftim të shkurtër në lidhje me atë se kush është, domethënë profesoresh Besa, ku lind, u rriti dhe u shkollua ajo. Do të thotë unë jam prej Tetove, kam lindur këtu. Jam shkolluar këtu në shkollimin fillor dhe të mesëm e kam kryer në Tetov. Në shkollën fillore Liria e kam bërë, domethënë shkollimin fillor dhe në gjimnazin e përgjithshëm, domethënë e kam bërë shkollimin e mesëm, pastaj kam kryer studimet për shkencat juridike në Shkup, në Fakultetin Justiniani i parë, ku kam vazhduar pastaj edhe studimet për magjistraturë dhe ato të doktoraturës. Prej vitit 2010 jam doktore e shkencave juridiko-penale, ndërsa nga viti 2004 punoj në Universitetin e Evropës Juglindore, në Fakultetin Juridik, domethënë njëherë si asistente e re, pastaj si asistente dhe tani mo si docente e shkencave juridike penale. Po. Profesoresh, pasi që e morëm këtë letër njoftim, domethënë në lidhje me karrierën tuaj, me biografinë tuaj, do donim pak të ndalemi tek vitet studimore, pra kohën e studimeve, të bëjmë një retrospektiv të kësaj kohe dhe njëkohësisht jeni gjithashtu theksuam ligjëruese tani e studentëve në Universitetin e Europës Juglindore. Mund të na bëni një krahasim në mes kohës kur ju domethënë keni studiuar dhe studentëve cilëve ju sot ju ligjëroni? Domethënë është interesante të bëhet një krahasim i tillë. Koha kur unë kam studiuar nuk kishte edhe shumë zgjedhje domethënë të asaj se ku do t'i bëni studimet. Edhe përveç asaj domethënë ishte pak a shumë domethënë e vështirë për shkak se duheshte të jeni në një qytet tjetër ose të shkoni jashtë shtetit ose diku tjetër domethënë që të studioni. Sot studentët kanë shumë më tepër zgjedhje se sa që kemi pasur ne. Kjo ndonjëherë është mirë, ndonjëherë është jo edhe shumë mirë për shkak se kur teprohet diçka atëherë mund edhe të mos jetë shumë pozitive. Ndonjëherë edhe këtë e tregojmë domethënë si diçka më pak a shumë kritike për shkak se Maqedonia është shtet i vogël, por ka një numër shumë të madh të universiteteve, por megjithatë ajo që është e mira asaj është se njerëzit kanë shumë zgjedhje dhe ndërsa nga ana tjetër universiteteve u hapet shumë punë që të punojnë shumë dhe që të mbërrinë të kenë vendin e tyre në një konkurrencë të mirëfillt. Koha ime prej kohës studentëve të tanishëm dallonte shumë për shkak se në atë kohë për shembull nuk ishte kaq shumë e zhvilluar domethënë teknologjia, rrjetet sociale, unë mbaj mend për shembull që edhe telefonat mobil shumë vonë ne I kemi marrë, domethënë unë kam qenë diku në viti I dytë kur u paraqitën kështu në mënyrë pak më të gjerë. Tani gjithkush ka ose gjithkush ka mund shumë shpejt të vi, shumë qasje të shpejt të ketë deri tek informatat. Dhe përveç asaj domethënë ishte sa I përket studimeve për shembull në atë kohë nuk ishte ende ky sistemi Bolonjës me të cilën mësojnë studentët tani. Studimet ishin 4 vjeçare, tani janë 3 vjeçare studime deri diplomike. Mënyra e studimit ndryshonte shumë, ishte më tepër ashtu ex cathedra se sa tani si që është, domethënë si që I vihet më tepër theks mësimit interaktiv me studentët dhe kishte shumë dallim. Po megjithatë koha e studimeve për secilin njeriu është një kohë shumë e veçantë. Edhe bile kur flasim edhe me prindët tanë ose me dikë më të vjetër, gjithmonë edhe ata e tregojnë me mall dhe me nostalgji atë kohën e studimeve. Kështu që në çfarëdo kohë që të jetë, edhe çfarëdo ndryshimi të madh që të ketë përjetuar shoqëria, prap koha e studimeve mbetet si diçka e veçantë dhe shumë domethënë se në jetën e njeriu. Po. Tani do të kaloj domethënë drejt për drejti në drejtësinë edhe në juridikën cilën edhe e theksuam. Çfarë do të thotë në fakt profesoresh të studiosh të drejtën edhe përkundër asaj që ta praktikosh atë?
Ashtu. Studimet e drejtësisë japin faktikisht një mundësi shumë të mirë që njeriu të zgjedhë se çfarë do ta ketë atë profesionin e vet të së ardhmes. Duke u nisur pra asaj që punoj në një fakultet juridik, mundem të njëjtën ta them pa asnjë dyshim. Janë të rralla, domethënë, studimet që të japin një mundësi kaq të madhe të zgjedhjes, domethënë në karrierën e mëtejshme. Njeriu mund të zgjedhë shumë gjëra që të bëjë me drejtsinë. Mund të zgjedhë për shembull që ta praktikojë të njëjtën. Dhe në atë rast si profesioni i tij i jashtëm mund të jetë ose një profesion më i thjeshtë, kështu referenti çështjeve juridike në ndonjë ndërmarrje, qoftë publike, qoftë private. Por mund të ketë edhe ndonjë profesion kështu tipik juridik, siç është për shembull profesioni i advokaturës ose profesioni i prokurorisë publike, prokuror publik të bëhet personi, ose gjykatës, përmbarues. Dhe një sër tjetër e profesioneve praktike që i ofron ky studim. Përveç asaj, njeriu mund të vendosë që të mos merret me praktikimin e të drejtës, mund të vendosë që të merret me mësimdhënie apo me atë që të proklamoj të drejtën edhe të mund ta bartë atë të gjeneratat e reja. Edhe kjo është një mënyrë shumë e mirë, domethënë, e punës, edhe ofron një sër të madhe të profesioneve. Tani me studimet e drejtësisë njeriu mund të jap mësim në shkolla të mesme, në fakultete, në universitete. Bile mund të ketë edhe një karrierë të tillë akademike hulumtuese, domethënë, siç e ofrojnë shumica e universiteteve. Përveç asaj, njeriu me studimin e së drejtës domosdoshmërisht bëhet pak aktivist. Mund të punoj për shembull dhe me këto organizatat jo qeveritare dhe me një sër institucionesh të tjera ndërkombëtare që angazhohen për sundimin e së drejtës, për të drejtat e njeriut, e kështu me radhë, dhe këtë ta ketë domethënë si profesion të jetës. Kështu që me të vërtetë është interesante për shembull sa shumë mundësi jepet domethënë studentit të së drejtës për të bërë një studim të tillë dhe për të pasur mundësi që në të ardhmen të gjej një profesion që atij vërtet i pëlqen. Po, pasi filluam të flasim domethënë për drejtsinë dhe besoj është edhe për masën, domethënë në interes të masës të bëjmë dallimin në mes të ligjit edhe drejtësisë. Me siguri është një dallim i dukshëm. Ashtu, është pyetje mirë për shkak se ndonjëherë hasim në situatë ku ligjet, megjithse zbatohen, sillen në formë të organizuar e kështu me radhë, megjithatë janë të padrejta. Prandaj dhe ekzistojnë në shtetet demokratike, ekzistojnë mekanizma të ndryshme për ta kontrolluar një ligj i cili mund të mos jetë i drejtë për qytetarët. Në esencë të çdo ligji duhet të jetë interesi i përgjithshëm dhe mbi të gjitha interesi i qytetarëve. Ndonjë rastis që kjo të mos jetë ashtu. Ndonjë ligjet sillen për interesa të ndryshme që jo domosdoshmërisht janë interesat e qytetarëve. Dhe duke u nisur prej kësaj, vjen ai dallimi që e përmendni, që jo gjithmonë ajo që është ligj është edhe e drejtë. Dhe ndonjëherë kemi parë edhe në realitetin ton shtetëror që jo gjithmonë një ligj është i drejtë, jo gjithmonë një ligj është ai që populli e pret dhe ndonjëherë kjo edhe shkakton pakënaqësi të madhe tek qytetarët. Kështu që dallim bëhet jo vetëm tani, por ky dallim mes ligjit dhe të drejtës dhe konceptit të drejtësisë në përgjithësi është një dallim mjaft i vjetër që shumë të drejta edhe e njohin. Këtë punën e interesit të përgjithshëm dhe drejtshmërisë e trajton për shembull e drejta angleze, e cila e ka atë konceptin equity. Është një burim i së drejtës atje ku domethënë gjyqtarët kur gjykojnë një çështje nuk bazohen vetëm në atë që është e shkruar në ligj, nuk bazohen vetëm në praktikën gjyqësore të deritanishme, por bazohen edhe në atë ndjenjën e drejtësisë, në atë, si të them, interesin e përgjithshëm, interesin e palës dhe në atë drejtsinë e cila është diçka e dukshme, megjithse duket kështu si koncept abstrakt. Përveç asaj është edhe në të drejtën e sheriatit për shembull, ose në të drejta tjera fetare, ku ai interesi i përgjithshëm domethënë merret si burimi së drejtës, por edhe e gjejmë edhe në të drejtën kontinentale, në të drejtën shtetërore dhe në teorinë së drejtës mbi të gjitha, ku faktikisht për shembull kemi një dallim mes koncepteve që ne në drejtësi për shembull i quajmë jus naturaliste dhe jus pozitiviste. Jus naturalizëm është diçka që bazohet në të drejtat natyrore të njeriut, domethënë te ajo esenca e njerëzores dhe të drejtat që njeriu i ka vetëm si njeri. Ndërsa jus pozitivizëm, domethënë e drejta pozitive është ajo e drejtë e cila është në fuqi.
Apo? Edhe ekzistojnë koncepte që thonë se është me rëndësi gjithmonë që të ndiqet ajo logjika jus naturaliste. Kuptoni që njerëzit të mund të kenë gjithmonë besim se ligji do të jetë i drejtë dhe kur nuk do të jetë i drejtë nuk do të zbatohet si e tillë, po ai që zbaton duhet të gjejë mënyrën se si të arrijë deri te e drejta natyrore e njeriu. Kështu që ky është ai dallimi, nëse arrit ta shpjegoj pak a shumë, domethënë që ta kuptoni. Mes të ligjit dhe drejtësisë. Përmendëm ligjin edhe përmendet që në ngjarjet e fundit domethënë nuk kemi parë se ligji nuk është në dobitë së drejtës. Sa mendoni që vendi ynë është vendi i së drejtës? Sa zbatohet drejtësia këtu te ne? Ashtu. Po, kështu të them, domethënë, shteti formalisht mund të plotësojë të gjitha kushtet që të jetë një shtet demokratik. Të ketë kushtetutën, të ketë ligjet, të ketë organet të cilat e zbatojnë ligjin, e kështu me radhë, por kjo nuk do të thotë se automatikisht shteti bëhet demokratik, sepse në mënyrë që të funksionojë demokracia duhet të mbisundoj ligji. Në mënyrë që ligji të mbisundoj dhe të jetë demokratik duhet të ketë në esencë atë interesin e përgjithshëm që ne e përmendëm më herët, apo? Dhe në momentin kur ju fitoni përshtypjen se institucionet shtetërore që duhet ta mbrojnë ligjin dhe që duhet cilin ligje të drejta për qytetarët. Atëherë, ata domethënë, jo vetëm që nuk sillin ligje të drejta, por të njëjtat pastaj i eskivojnë ose hyjnë në kundërshtim me ligjet bazë, domethënë, të vendit. Atëherë, kuptoni domethënë se nuk është pikërisht ai sundimi i së drejtës të cilin ju e kërkoni. Kështu që kjo hap rrugën për shumë probleme të tjera dhe mbi të gjitha hap rrugën për mos funksionimin e institucioneve ashtu siç duhet. Kur institucionet nuk funksionojnë siç duhet, atëherë njerëzit e humbin besimin te ato institucione për shkak se nuk arrin të realizojnë të drejtat e veta tek ato institucione. Dhe atëherë shfaqet një pakënaqësi e tillë, e cila kulminon në forma të ndryshme, ashtu siç e shohim edhe të ketë kulminuar tek ne. Po. Tani do të pak të ndalem tek të drejtat e njeriut. Domethënë, cilat janë të drejtat e njeriut në fakt edhe sa mbrohen njerëzit tek ne në bazë të këtyre të drejtave dhe sa realizohen ato në vendin tonë. Të drejtat e njeriut lidhen përsëri me atë shkollën e të drejtës natyrore që unë e përmenda më herët dhe me atë konceptin që të gjithë njerëzit pavarësisht se si janë lindur, ku janë lindur dhe çfarë preardhje kanë, i kanë të drejtat e barabarta vetëm për shkak se janë njerëz. Domethënë, ky është koncept mjaft i vjetër, është paraqit në shekullin e 17 dhe akoma sot tek kësaj dite nuk është gjetur një koncept që të ta zëvendësojë atë. Domethënë është në esencën e të gjitha demokracive moderne. Domethënë të gjitha shtetet moderne demokratike në dokumentet e tyre bazë e kanë këtë koncept të drejtës natyrore të njerëzve dhe konceptin e asaj kontratës shoqërore që e flasim domethënë sa shpesh, që faktikisht qeveritë krijojnë, shtetet krijojnë për të mbrojtur këto të drejta. Ka shumë të drejta, për shkak se ato janë zhvilluar me kohë. Së pari janë paraqitur ato të drejta civile, siç është e drejta e jetës, e drejta e lirisë, e drejta e integritetit fizik, psiqike, kështu me radhë, pra ndalimi i torturës, e drejta për të krijuar familje, e drejta për, domethënë, për të votuar për shembull, e drejta për të marrë pjesë në pushtet e kështu me radhë. Këto janë atë sferën civile, domethënë, dhe politike të njeriut, ndërsa po ashtu kemi më vonë janë zhvilluar edhe këto të drejtat ekonomike, siç është për shembull e drejta e punës, e drejta e sigurisë sociale, e drejta e shkollimit, e drejta e, domethënë, ruajtjes së trashëgimisë kulturore e kështu me radhë. Të gjitha janë këto të drejta që me kalimin e kohës pastaj janë zhvilluar, por ato sot janë kurorzuar në një koncept ndërkombëtar. Të drejtat e njeriut janë kategori e cila mbrohet ndërkombëtarisht me mekanizma të ndryshëm, domethënë ndërkombëtar, por edhe me mekanizma nacionale apo shtetëror. Ato janë në esencë të çdo dokumenti të rëndësishëm dhe mbi të gjitha në esencë të asaj që është faktikisht kushtetuta dhe ligjet kryesore të vendit. Po, profesore, shkon në fundit kemi shumë ngjarje politike, situata aktuale politike që kanë të bëjnë, domethënë, të ndërlidhura me drejtësinë. Mund na flisni pak në këtë drejtim, domethënë, për situatat ku në pak kemi të vendosur konkretisht kriminalitetin dhe korrupsionin. Unë merrem me të drejtën penale dhe këto janë gjëra që faktikisht domethënë më shumë ti trajtojmë në punën me studentët dhe në ligjërimin, domethënë në lëndët e të drejtës penale, kriminologjisë e kështu me radhë. Kriminaliteti është një dukuri e vjetër po aq sa njerëzimi. Mirë po, domethënë kriminalitetin bashkëkohor e karakterizojnë forma të tilla të organizuara të kriminalitetit, ku padyshim shoqërimi kriminal, shoqatat kriminale, domethënë dhe korrupsioni
paraqesin një sferë shumë të rëndësishme, domethënë të kriminalitetit. Dhe momenti kur në një shtet kjo dukuri negative përhapet në një përmas kaq të gjerë, atëherë më fillon thash të ketë një problem serioz qytetari me institucionet të cilat faktikisht nuk punojnë për mbrojtjen e të drejtave të tyre, por punojnë për mbrojtjen e të drejtave të tyre vetjake, si institucion, si njerëz që punojnë në ato institucione, dhe mbi të gjitha për mbrojtjen e interesave të grupeve të caktuara, gjë që është e pa tolerueshme dhe e pa pranueshme për një shtet demokratik. Ajo që e dallon shtetin demokratik prej shteteve të tjera është koncepti i përgjegjësisë penale. Dhe për veprat të tilla penale që janë veprat më të rënda që ndodhin brenda një shteti, duhet të ketë përgjegjësi penale dhe njerëzit duhet përgjigjen për gjërat që i kanë bërë. Dhe në qoftë se kjo përgjegjësi nuk realizohet si duhet, atëherë në vend se të rivendoset ai besim tek institucionet, i njëjti vetëm sa që humbet edhe më tepër. Kur jemi te kjo çështja e përgjegjësisë ndaj ngjarjeve të cilat edhe ndodhin, kishim tash shpejt edhe faljen e presidentit të shtetit Ivanov për disa funksionarë politik. Kjo më pastaj u shoqërua me protesta dhe me kundër protesta në fakt. Si e shihni domethënë këtë faljen presidenciale? Unë kam shkruar, kam folur shumë kundër faljes presidenciale për shkak se mendoj se kjo shkon për shtat me gjithat procesin që e përshkruajta më herët. Domethënë momenti kur përgjegjësia penale sabotohet në një mënyrë të tillë nga institucioni më i lartë i shtetit, që është institucioni i presidentit, pavarësisht se kush e ushtron atë në momentin e caktuar, për momentin është zoti Ivanov aty, por domethënë kur flasim për institucionin e presidentit të shtetit si i tillë, domethënë është një diçka shumë dekurajuese për të gjithë qytetarët që faktikisht e shohin me sytë e vet një padrejtësi të tillë e cila ndodhen. Dhe në vend se presidenti domethënë të ndihmojë në zgjedhjen e një krize e cila është paraqitur si pasojë e pikërisht keqpërdorimeve të tilla dhe akuzave për vepra të rënda penale, ai në këtë mënyrë saboton drejtësinë, e saboton konceptin e përgjegjësisë penale dhe e saboton domethënë të gjithë ushtrimin e atij profesioni që ne e quajmë drejtësi. Si që e shikojmë domethënë kjo procesi i faljes presidenciale kaloi në më tepër faza, filloi me vendimin e gjykatës kushtetuese që u soll në mars, pastaj vazhdoi me faljen e përgjithshme që u dha për 56 persona në prill, dhe tani në maj kemi domethënë tërheqje të pjesërishtme të kësaj falje për 22 persona. Nuk dihet më tej se çfarë do të ndodhë, se në Maqedoni gjërat domethënë si duket ndryshojnë shumë shpesh dhe jo domosdoshmërisht me një rrjedhoj logjike, domethënë. Dhe do të shohim se çfarë do të ndodhe në qershor me krejt këtë punë, kështu si që është paraqitur, ndoshta do t'i tërheqë edhe falje tjera, ndoshta do t'jap falje të reja, pasi të kalojë ai afati 30 ditor i ligjit e kështu me radhë, kështu që mbetet të shihet se çfarë do të bëjë. Në esencë të problemit aty është një herë më së pari ka më tepër, domethënë probleme, por ajo e veçanta është se presidenti bëri një keqpërdorim të drejtës së tij për të falur. Domethënë falja duhet të jetë individuale dhe duhet dhënë vetëm me përjashtim. Ai këtë nuk e bëri falje të përgjithshme dhe në një, domethënë për një grup shumë të madh të qytetarëve, të cilët faktikisht ishin involvuar në një mënyrë ose në një tjetër, disa ishin, disa nuk ishin, disa ishin vetëm si dëshmitar ose diçka tjetër, domethënë, të gjithë ata i mbylli të gjitha rrugët që ato vepra të rënda penale të shqyrtohen deri në fund. Ky ishte problemi i parë. Problemi i dytë ishte që keqpërdorimi i këtij institucioni vazhdoi edhe më tej, për shkak se unë disa herë kam thënë që në të drejtën penale institucioni i faljes nuk është një institucion i revokueshëm dhe nuk duhet të krijohet bazë që i njëjti të jetë i revokueshëm. Problemi me faljen presidenciale qëndronte në atë se ajo ishte e paligjshme, kundërligjshme, domethënë dhe nuk ekzistonte baza juridike për të dhënë një falje e tillë, për shkak se neni ku ai bazon ato nuk ekziston më. Dhe tani në vend se kjo të trajtohej në këtë mënyrë dhe të interpretohej në këtë mënyrë, që është interpretimi i drejtë dhe i bazuar jo vetëm në atë që unë e them, për shembull, po edhe ka vendim të gjykatës kushtetuese paraprake tjerë. Në vend se të bëhet ky interpretim, u shkua me një tjetër interpretim ku fare nuk u kontestua baza juridike, po përkundrazi, domethënë u soll një ligj i cili krijoi tani hapësirë që ai t'i tërheq faljet, që po ashtu nuk është në rregull, domethënë për shkak se faktikisht është e rrezikshme të krijohet
institucioni revokimit të faljes, sepse kjo gjë mundson keq përdorim të mëtejshëm të institucionit të faljes. Apo, për shkak se sot, për shembull, ne na duhen që të tërhiqen këto falje, por jo në këtë mënyrë. Për shkak se kur krijojmë këtë mënyrë të tërheqjes së faljes, atë nesër ai mund ta tërheq cilën do falje të do. Edhe secili tjetër që do të vi mund të sjellë një ligj tjetër që do t'i tërheq faljet, gjë që krijon pasiguri juridike te qytetarët, e kuptoni? Dhe ky është problemi, domethënë sepse e njëjta u bë në këtë mënyrë dhe pse ka një reagim kaq të madh. Ju e shikoni domethënë që protestat filluan prej kohën kur ai doli me falje presidenciale dhe pastaj megjithëse kishte edhe vitin e kaluar dhe ka një pakënaqësi, kështu që rritet dita ditës domethënë, por kulminoi me faljen presidenciale dhe njëta vazhdon edhe mëtej edhe pas tërheqjes së pjesërishme. Pse? Për shkak se nuk është zgjedhur në esencë problemi, por vetëm kështu hipotetikisht është zgjedhur, vetëm në mënyrë formale është zgjedhur dhe përveç asaj edhe krijohen probleme të tjera, të cilat do të kërkojnë zgjidhje tjera adekuate. Me fjalë tjera komplikohet puna në vend që e njëjta të zgjidhet. Po. Profesor, shpejt kishim të krijuar edhe prokurorinë speciale publike, që është evidente që shumica prej nesh edhe nuk e kemi ditur më herët, domethënë që nuk i takojmë drejtimit të drejtësisë apo juridikës që ekziston në një shtet. Prokuroria speciale publike, në të cilën kemi edhe një shqiptare, domethënë zonjën Fatime Fetaj, si e vlerësoni punën e prokurorisë speciale publike? Ajo që thoni që nuk e keni ditur përpara se ka në një shtet prokurori speciale, ajo është gjëja e duhur. Domethënë në një shtet normal, ku institucionet funksionojnë në mënyrë normale, nuk ka vend për gjykata speciale, për prokurori speciale e kështu me radhë. Por kjo bëhet fjalë, domethënë bëhet fjalë kur shteti thash është normal dhe funksionon në mënyrë demokratike. Fakti që keni një prokurori speciale në një vend, do të thotë se instituti i parë i prokurorisë, ai i rregullti, nuk funksionon si duhet. Domethënë, kjo ishte arsyeja sepse erdhi deri tek formimi i prokurorisë speciale. Për shkak se ato vepra penale të cilat i përmendëm deri tani, në fakt duhet të t'i trajtoj prokuroria e rregullt. Apo, mirë po ne nuk pam një rezultat të tillë, jo, nuk pam asnjë as edhe tentativ që prokuroria e rregullt të merret me një kriminalitet të tillë. Kjo do të thotë se ajo prokurori faktikisht nuk ka funksionuar si institucion i cili duhet të mbrojë ligjin, por ka funksionuar si institucion i cili duhet të mbrojë klasën politike që është në fuqi. Dhe në momentin kur keni një situatë të tillë, nuk keni zgjidhje tjetër përveç se të krijoni një institucion tjetër, të përkohshëm, special, i cili do të zgjidh problemin. E tani institucioni u krijua, kishte sabotime nga më të ndryshmet në momentin e krijimit, në momentin kur u caktuan, domethënë mënyra se si do të funksionojë buxheti, gjëra tjera, dhe pastaj vazhduan domethënë sabotime të tjera që u bën përmes vendimeve të tilla siç ishte vendimi për mos të bashkëpunuar me prokurorin speciale, për të mos ju dhënë dokumentet, vendimi për falje presidenciale ishte kulmi, apo domethënë dhe në këtë mënyrë domethënë ju shihni një sabotim të madh të punës së saj. Tani deri tani prokuroria speciale ka treguar një gatishmëri të madhe për t'u marrë me këto çështje, nga ajo që kemi parë në aq sa kemi mundur të shohim dhe aq sa ata kanë mundur domethënë të bëjnë të ditur, kemi parë një profesionalizëm të nivelit mjaft të lartë dhe një gatishmëri dhe seriozitet në punën që ato e bëjnë. Mbetet të shihet për mëtej për shkak se ata kanë edhe shumë punë, edhe tani të shohim me këto momentet e reja që krijohen me tërheqjen e faljes presidenciale kështu me radhë. Ata kanë një afat të caktuar të punës së tyre, duhet brenda 18 muajsh, 6 prej të cilave tani më kanë kaluar, duhet të ngrenë akt akuzat e para, për ndryshe nuk do të mund të vazhdojnë mëtej me punën e tyre. Kështu që mbetet të shihet që me të vërtetë të vinë deri tek ngritja akt akuzave dhe deri tek përfundimi i çështjeve penale të cilat ato i kanë nisur. Them është pozitë shumë e vështirë, për shkak se në momentin kur asnjë institucion tjetër nuk është i gatshëm domethënë që të bashkëpunojë në këtë nivel, kanë punë me të vërtetë shumë të vështirë, me aq sa kemi parë domethënë kanë gatishmëri, kanë kapacitet të njëjtën ta bëjnë. Ajo që do ta domethënë besimi te institucionet, momentalisht në Maqedoni, vetëm institucion ku qytetarët besojnë faktikisht paraqitet të shihet të jetë prokuroria speciale, domethënë dhe shihet një përkrahje shumë e madhe për punën e tyre, por do të
ai besim do të rritet edhe më tepër, edhe më tej, domethënë në momentin kur ata do të dalin me akt akus të mirëfillt, edhe me rastin e mbaruar deri në fund, por thash kjo është ndonjëherë dhe një punë pakës utopike, veçanërisht nëse nuk kemi një ndryshim esencial edhe në gjendjen në gjykata. Domethënë ndoshta do duhet të krijohet ose më së miri të them edhe domosdoshmërisht do duhet të krijohet një gjykatë speciale ose një krah special i gjykatës, ku po ashtu do të jetë mundësia që të shkojnë deri në fund këto raste dhe përgjegjësia përfundimisht të mbahet. Tani do doja, profesoresh, pak të ndalemi tek veprimtaria juaj. Tani shpejt ishit në një konferencë në Turqi. Domethënë mund ta përshkruani këtë konferencë, për çfarë u fol aty, edhe sa merrni, domethënë sa jeni pjesëmarrëse dhe eksperiencat tuaja, përvojat e juaja në për konferencat e tilla. Ashtu. Unë punoj në një fakultet, domethënë që është institucion i arsimit të lartë. Në punën tonë, domethënë përveç ligjërimit dhe mbajtjes së orëve praktike me studentët e kështu me radhë, hyn edhe hulumtimi. Domethënë ne jemi të obliguar me ligj, por edhe me statutin e universitetit dhe me rregullat e brendshme të universitetit që të bëjmë punë hulumtuese kërkimore. Vendet ku ne prezantojmë punën tonë hulumtuese kërkimore janë konferencat e tilla, si edhe prezantimet e tilla bëhen edhe përmes botimeve që i bëjmë në për revista të ndryshme, domethënë shkencore. Kështu që pjesëmarrja në konferencën e Stambollit, domethënë ishim në Universitetin e Stambollit, në Fakultetin Juridik, ku kishte një konferencë të organizuar nga ana e Departamentit për Shkenca Juridiko-Historike. Kështu që një delegacion prej universitetit ton, prej fakultetit ton, morën pjesë atje me punimet tona u prezantuam. Unë përndryshe kisha këtë aspektin historik të faljes së presidentit, domethënë e trajtova dhe ishte një prezantim mjaft interesant. Kështu që kjo është konferencat shkencore ndërkombëtare janë vendi më i mirë ku juve si shkencëtar i një lëmie mund t'i paraqitni arritjet tua edhe mund të paraqitni mendimet e juaja. Domethënë në ato qarqe diskutohen gjëra që juve i paraqitni si teza dhe kjo është diçka shumë e mirë se ardhur për punën shkencore që ju e bëni, për shkak se ndihmon shumë pastaj në konsolidimin e atij punimit shkencor ose gjërave të tjera. Kështu që thash neve kemi atë edhe obligim përveç gjërave, domethënë përveç që është edhe diçka shumë pozitive për ne. Përveç tek Universiteti i Stambollit, unë kam marrë pjesë edhe në shumë konferenca tjera, ashtu si edhe kolegët e mi. Domethënë kjo është pjesë e punës tonë, edhe ndoshta është një pjesë të cilën me vërtet e bëjmë me kënaqësi, megjithëse ndonjëherë din të jetë edhe shumë e lodhshme, shumë kërkuese e kështu me radhë. Por kam marrë pjesë domethënë në udhëtime të ndryshme studimore, kam qenë domethënë në vitin e kaluar kishim një udhëtim studimor në Universitetin e Chicagos, në Northwestern University School of Law. Përveç asaj domethënë në universitete të tjera, siç ishte në Universitetin e Zagrebit, kam marrë pjesë në disa seminare të organizuara nga zyra e Kombeve të Bashkuara për korrupsion, domethënë, të cilët kanë organizuar 2 konferenca shumë të rëndësishme, njëra në Katar, në Doha, edhe një tjetër në Moskë, në Moskë, domethënë në vitin e kaluar në 2015. Kështu që këto janë me të vërtetë unë i shikoj si një mënyrë shumë e mirë që neve të prezantohemi, prezantojmë punën tonë shkencore, të tregojmë edhe në momentin kur dikush e diskuton punën që ju e keni bërë, tregohet se vërtet ja vlen ajo që e keni shkruar, apo për shkak se ngjall debate dhe ngjall mendime të ndryshme të cilat paraqiten në atë diskutim. E dyta gjë është që në atë mënyrë ne promovohemi. Ndryshe si do të na di neve se ku është fakulteti juridik në Tetov, në Universitetin e Evropës Juglindor, nuk mund ta di njerëzit, domethënë, nëse nuk ju kanë dëgjuar dëkundit të keni folur për atij fakulteti. Dhe mbi të gjitha ajo është, domethënë, pjesëmarrja në këto konferenca, në udhëtimet studimore dhe në të gjitha këto ngjarjet akademike është një gjë shumë e madhe pozitive për shkak se ju krijoni lidhje akademike me profesorë të njohur, me njerëz të tjerë që studiojnë atë që ju studioni dhe arrini të bartni eksperjenca pastaj të cilat i ndani me studentët e juaj. Ka shumë rëndësi kjo për shkak se në qoftë se krejt izolohemi vetëm në atë punën tonë që e bëjmë, edhe gjithë ditën vetëm me atë e merremi, nuk e dim se çfarë ndodhen në botë, nuk kemi miq që
trajtojnë të njëjtën problematik në botë, atëherë bëni monoton me kalimin e kohës dhe jo interesant për studentët. Kështu, do të thënë, ajo na jep një sistem, është një input të cilin ne e marrim dhe pastaj e ndajmë me studentët për shkak se gjithmonë ka hapësirë, do të thënë për përmirësim, gjithmonë ka hapësirë për të menduar një çështje ndryshe. Dhe puna në fakultet është pikërisht kjo, që tek studentët të arrini të krijoni mendimin kritik. Do me thënë, edhe të krijoni një diversitet, ashtu si që e quani, të mendimeve. Që një çështje ta mendoni në më tepër mënyra dhe jo domosdoshmërisht në një mënyrë të vetme. Dhe këtë gjë e bëni vetëm në qoftë se keni një mundësi të tillë dhe eksperiencë dhe edhe dialog me njerëz të tjerë që merren me atë çështje, edhe që ndoshta në mënyrë tjetër e shohin problemin që ju e trajtoni dhe analizoni. Po. Profesores, përparasit ju falenderojmë për prezencën, cila do të ishte porosia juaj për në fund? Porosia ime, do me thënë, unë punoj thash me studentë dhe me njerëz të ri, zakonisht do me thënë porosit që atyre u jap, por edhe njerëzve të tjerë është do me thënë që të lexohet sa më shumë, që të punohet sa më shumë në atë drejtim dhe që të kemi, nuk mjafton vetëm të kemi universitete dhe fakultete, me rëndësi është dia. Ashtu si që është tek drejtësia, e rëndësishme drejtësia dhe jo vetëm ligji. Ideja është do me thënë që ta thellojmë sa më tepër këtë dije dhe ajo nuk bëhet ndryshe përveç se me punë të palodhshme. Profesores Besa, faleminderit shumë që ndahet nga koha juaj për të qenë pjesë në emisionin tonë. Faleminderit juve për ftesën. Pra të nderuar, ka qenë kjo rubrika me të ftuarën për ditën e sotme. Vazhdoni dhe më tutje me Pas mëngjesit.